Ne presim që qeveria institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin ton në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon e kërkohet nga ne. Edhe këtu përfundon detyra jonë kushtetuese. Kështu që pak a shumë këtu jemi. A ka marrëveshje nisma me vendosen? Nisma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Dhe nisma është e gatshme dhe do të punoj fort që Kosova të fitojë institucionet. Kosova mos shkojnë në krizë parlamentare, pa e që më thonë deri me tani ne nuk kemi asnjë marrëveshje me asnjë grupacion politik. A do ta votojnë? Çka do të ndodhin, do të shohim nesër të tjetër. Dhe nga nesër fillojnë ky procesi. A i keni shtyr përgjigje Harabinajt në shkretë? Nesër i keni sigurisht mund të keni zhvillimet. Zhvillim parlamentet që keni përgjigje. E ka quajtur të turp? Nuk e di çka ka ndodhur. Na nuk kemi pa, unë s'kam pranu. A i paraditit deklaroi që ju ka dërguar një shkresë. Unë nuk keni komunikuar Unë nuk kam, si më thonë kështu, dëgjoni. Unë nuk kam asnjë shkresë nga askush, unë nuk kam pa në takim, në dakordim në kund që dikush mos më taku. Nëse ju keni pa në takim, nëse keni pa në diku në marrëveshje, nëse keni pa në grupim, e ju një gazetar. Edhe nëse ka munguar unë, atëherë keni të drejtë me thonë, nuk di që ka pas në takim. Unë i thash deri me tani, ne nuk kemi asnjë marrëveshje politike me askënd dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me bisedu që Kosova më dhe me institucion. A keni posën e krye parlamentare?